Falënderimi i takon Allahu xhalla shanuhu, krijuesit të gjithësisë, paqja dhe mëshira e tij qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Falenderojmë Allahun e madhëruar, i cili na ka dalluar nga krijesat e tjera duke na dhuruar mendjen dhe logjikën. Falenderojmë Allahun e madhëruar, i cili na ka dalluar nga njerëzit e tjerë duke na dhuruar Islamin. Falenderojmë krijuesin e gjithësisë, i cili na ka dalluar nga ata të cilët i thon vetes jam musliman me gojë, por jeta atyre s'ka të bëjë me Islamin, duke na bërë nga ata të cilët atë që besojnë me zemër, e deklarojnë me gojë dhe lutim atë të na bëjnë për atyre të cilët e derdhin me vepra. E falenderojmë atë për mira e milionat e mira që na ka dhuruar, por një nga ato e cila është ndër më të veçantat është pikërisht dita e xumë. Namazi i xumas ku Allahu i madhëruar në Kur'anin famlart me një thirrje të veçantë na drejtohet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah. Ila akhir al-aya. O ju të cilët keni besuar, o ju të cilët jeni të bindur se nuk ka zot tjetër përveç Allahut të madhëruar, o ju të cilët jeni të bindur se nuk meriton të adhurohet askush tjetër përveç tij, o ju të cilët jeni të bindur se çdo gjë që ndodh vetëm se me caktimin e Zotit dhe asgjë nuk ndodh pa dëshirën e tij. O ju të cilët jeni të bindur se çdo vepër që bëni, qoftë ajo sa kokra e grurit në ditën e gjykimit do të jepni llogari. O ju të cilët jeni të bindur se rrezikun e ka caktuar Allahu i madhëruar. Rrezikun tuaj nuk ju aprek askush e ju s'mund të prekni rrezikun e askujt. Kur të bëhet thirrja ditën e xumë, lini punët e kësaj dynja dhe vraponi për të përmendur Allahun e madhëruar, për të kërkuar atij falje, për të kërkuar atij zgjidhje për hallet e kësaj dynja dhe për hallet e dynjas tjetër, për të kërkuar atij udhëzim për veten tuaj, familjen tuaj, njerëzit e afërm dhe ata të cilët ju rrethojnë. Vraponi për të kërkuar Allahut atë që doni. E kërkesa më e bukur, lutja më e bukur është pikërisht ajo që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka besuar në të vërtetë një besimtar nëse nuk dëshiron për vëllain e tij atë që dëshiron për veten e tij. E nëse ne dëshirojmë të gjithë që të jemi banorë të xhenetit me mëshirën e Allahut të madhëruar, atëherë duhet të duam që edhe vëllezërit tanë nga nëna e nga babai, njerëz të familjes, farefisje, njerëzit që na rrethojnë në lagje, në fshat, në qytet, ku të qofshin, duhet të kemi dëshirë që edhe ata të jenë banorë të xhenetit. E nëse duam që ata të jenë banorë të xhenetit, atëherë duhet të zbatojmë shumë mirë fjalën e Allahut të madhëruar ku thot wal asri innal insana lafi khusr. Pasha kohën njerëzit më të vërtet janë në humbje. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, përveç atyre të cilët kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira. Por kjo nuk mjafton të bësh vepra të mira vetëm për veten tënde. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq, dhe të këshilloni njëri tjetrin në rrugën e drejtë, wa tawasaw bis sabri, dhe ta këshilloni njëri tjetrin për durim. Pra muslimani nuk është të jetojë vetëm për veten e tij, por është të jetojë bashkë me familjen e tij, bashkë me njerëzit që e rrethojnë. Në një hadith pejgamberi alayhi salatu wasalam ku tregon rëndësinë e komshiut, thon dietarët, pejgamberi alayhi salam e ka quajtur komshi të 40 shtëpi përpara, pra 40 shtëpi me radhë, 40 nga mbrapa, 40 djathtas dhe 40 majtas. Që i bie nëse jemi në fshat, i gjithë fshati është komshi. Nëse jemi në një lagje në një qytet, e gjithë lagja është komshi. Aq shumë ka folur për të drejtat e komshive pejgamberi alayhi salatu wasalam, saqë sahabët kanë pas frikë se do i futë në listën e trashëgimisë. Sepse muslimani nuk do të ikë vetëm në xhennet. Ne si krijesa dhe në mënyrë të veçantë si musliman kemi dy lloje marrëdhëniesh. Kemi marrëdhëniet me Allahun e madhëruar, por kemi edhe marrëdhëniet me njëri tjetrin. Sa duhet të kemi kujdes për marrëdhëniet me Allahun e madhëruar, po aq shumë duhet të kemi kujdes edhe në marrëdhëniet me njëri tjetrin. Nëse me përpikmëri kërkojmë që të shlyejmë obligimet ndaj Allahut të madhëruar, po aq me përpikmëri duhet të shlyejmë edhe obligimet që kemi ndaj njëri tjetrit. Dhe njëra prej këtyre që ndikon shumë tek ne është, vëllezër dhe motra, tregtia, apo në gjuhën e sot me biznesi, puna. Marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin, shitja, blerja, ndërrimi apo emra kasa dush. Elhamdulillah, kemi vëllezër, motra që merren me biznese, punojnë në punë të ndryshme, diku janë drejtues, diku janë punëtor, të gjithë këta kanë të drejtat e tyre, si obligimet ashtu edhe të drejtat e tyre. Një ditë
Një nga shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam i vjen pejgamberit alayhis salam dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, unë merrem me tregti. Kur dua të shes ndonjë produkt, e filloj çmimin nga më e larta dhe vi duke e ulur deri aty ku unë dua ta shes. Pra, çmimi që unë dua ta shes nuk është ai çmimi i parë, por është çmimi i fundit. Ndërsa kur dua të blej diçka, e ul aq shumë çmimin sa që vi duke e rrit deri aty ku them kjo është vlera e vërtet e këtij produkti." Tani, ata që merren me tregti e kuptojnë shumë më mirë çfarë do të thotë kjo. Kemi një produkt i cili bën 10 lek dhe kur na vjen klienti i themi 15 për ta shitur 10 në çmimin real, pa ulje çmimi. Shkojmë për të blerë një produkt që bën 10 lek, i themi 5 lek për të bërë tregti në mënyrë që ta marrim 10 lek me çmimin real. Kjo është ajo që i thot shoku i pejgamberit alayhis salatu wassalam pejgamberit ton. Pejgamberi alayhis salam i thot: "Mos bëj kurrë ashtu siç thua. Kujdes, mos e bëj këtë punë", thot pejgamberi alayhis salam. Nëse do të blesh diçka, thuaj çmimin e vërtet. Nëse do të shesësh diçka, thuaj çmimin e vërtet. Pra, mos manipulo me çmimet. Shpeshherë rastisim edhe si blerës, po ka raste edhe si shitës, që për ty është kaq. Vllai i nderuar, motër e nderuar, nuk ka për mua. Ti ke dalë për të fituar, ke një çmim real siç e shet për të gjithë, më thuaj çmimin real, pastaj po deshe më mbos britje mu si vlla, si motër, si kushëri e me radhë, atëherë thuaj që nga çmimi real unë e ul kaq. Por ama pa më treguar çmimin real, nëse më thua për ty bën kaq, unë e quaj mashtrim. Sepse jemi në një kohë kur gjuhën e kemi djegur shpeshherë nga qumshti i nxehtë dhe po i frym kosit. Edhe pse e nxjerrim nga frigoriferi, i frym njerë se kemi frikë se na djeg. Jemi në një kohë të tillë. Vëllezër dhe motra, përhapja e Islamit ose njohja e pejgamberit alayhis salatu wassalam me popullin e tij në Mekë, para se të ishte pejgamber, kush ishte tregtia. Emri i pejgamberit alayhis salatu wassalam para se të bënte pejgamber, kush ishte? Muhammedul Emin, Muhamedi besnik. Nuk gënjente asnjëherë, ishte i drejtë në tregti. Të gjithë donin t'i besonin mallin e vet për t'ia shitur ai sepse ishte shumë i drejtë. Pasi u bë pejgamber, ata të cilët e besuan si pejgamber u shtua kjo besnikëri edhe më shumë. Ata të cilët nuk donin ta besonin, edhe pse shfaqi shumë mrekullina, pra mucize, ata nuk e besuan sepse është çështje zemre. Një detaj shumë i vogël, në kohën kur pejgamberi alayhis salatu wassalam do emigronte nga Mekka për në Medinë, atnat i thot Aliut radiallahu an: "Sonte do rish në shtëpinë time, nesër do shpërndash parat që kam të fshehura në shtëpi, janë të filanit, të filanit, të filanit, të filanit." Kush ishin ata persona? Ata të cilët e ndjeknin për ta vrarë. Edhe pse donin ta vrisnin për shkak të Islamit, ata i besonin, thonin ai nuk vjell. Ai është i sigurt, nuk vjell. Edhe pse e kemi armik, ai nuk vjell. Punëtorin vrite, besnikun vrite, po hakun mos ja ha. Pra besnikëria, ndjeshmëria ndaj halallit dhe haramit është një karakter që duhet ta karakterizojë muslimanin. Shtetet më të mëdha islame që janë sot me popullsi më të mëdha, Indonezia, Malezia, Bangladeshi, India, Kina,
janë njohur me islamin nëpërmjet tregtarëve. Sepse ata e kërkonin riskun që Allahu ja kishte caktuar në vende të ndryshme. Në kohën e Omerit radiallahu an, tregtia mori një zhvillim të papar. Omeri radiallahu an i thëriste tregtarët dhe i këshillonte sipas produkteve që kishin, i këshillonte ku të shkonin në cilin shtet. Dhe u thonte, ti do shkosh në filan shtet, do shesësh, do sillesh si besimtar, por nuk do të flasësh për islamin. Pra, njerëzit të njohin ty njëherë si je, dhe do ta kuptojnë vetë ata se kush je. Nuk ke nevojë ti thuash ti që unë jam musliman. Dhe thuhet që nëpërmjet tregtarëve, Omeri radiallahu an, ku ju a kishte ndaluar të flasin për islamin, por i kishte këshilluar të zbatojnë urdhrat e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam në jetën e tyre, u thoshte, në momentin që shtohet trysnia, kur të tjerët ju pyesin juve pse nuk villni, pse nuk mashtroni, atëherë më shkruani letër dhe unë do t'ju dërgoj juve dietar, sot hoxhallar, që t'ju a tregojnë atyre se pse ju nuk villni, që t'ju a tregojnë atyre pse ju nuk mashtroni, në mënyrë që të njohin islamin ashtu siç duhet. Vëllezër dhe motra, një tregtar mund ta përfaqësojë islamin me jetën e tij, me tregtinë e tij. Një tregtar nuk ka nevojë të jetë llafazan. Ka thënë pejgamberi, ka thënë Allahu, s'ka nevojë. Zbatoje në punën tënde, të tjerët të thonë, filani është besnik. Po ke ndonjë hall, shko rregulloje tek ai. Ai nuk të mashtron, bëhet, zbëhet, kushton 5, kushton 10, kushton 1 milion. Çmimi është çështje relative, ndryshon, por ama sinqeriteti, besnikëria është shumë e rëndësishme. Gjë që ne e kemi humbur. Ne kemi frikë të shkojmë te njëri tjetri. Shkon për të blerë një produkt, thot, vlla për ty kaq, sa del te dyqani tjetër është më lirë se që ke marrë tek ai. Pse e përdor të paktën atë shprehjen vlla për ty është kaq? Mos përdor islamin për të marrë 2 lekë haram. Mos e përdor islamin për këtë punë. Vëllezër dhe motra, jetojmë të gjithë bashkë. Në çdo vend, jo vetëm në Vlorë. Ky është fenomen mbar njerëzor tashmë, nuk është vetëm tek ne. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Ne jemi ata të cilët besojmë se risku na ka caktuar Allahu i madhëruar dhe nuk na prek askush. Atëherë aty risk që na ka caktuar Allahu i madhëruar, pse duhet t'i shtojmë apo ta njollosim? Thot Allahu i madhëruar, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimu al-wazna bil-qisti wa la tukhsiru al-mizan. Dhe ju mbani drejtësi në peshorën tuaj. E mos e lëni mangut e të mashtroni. Vëllezër dhe motra, Allahu i madhëruar flet për peshorën, po këtu në librat e tefsirit, pra të komentimit të këtij ajetit kuranor, na tregojnë se peshorja është edhe fjala. Pyesim shpeshherë si produkt është i mirë, është origjinal. Çfarë do të thotë është origjinal? Pa merak, merre, dalun garant vëlla thot. Merre përdore, po patë ndonjë defekt, hajde te unë. Shkon te ai, thot, valla çfarë them? Gjërat që ndodhin janë këto. Gjërat që ndodhin, po unë e mora se ti besova fjalës tënde. E dini çfarë do të thotë ti besosh fjalës së vllajt, fjalës së motrës? T'ju tregoj me një fragment shumë të shkurtër, e dini të gjithë. Pasi pejgamberi alayhis salatu wassalam kthehet nga Miraxhi, të nesërmën në mëngjes, u thot njerëzve, isha në Mesjidul Aqsa dhe isha takova Allahun e madhëruar dhe kur u ktheva, dysheku ishte akoma i ngrohtë. Çohen një grup për t'i prishur zemrën e Ebu Bekrit radiallahu an dhe shkojnë, i thojnë, o Ebu Bekr, a i shoku jot? Kush? Muhamedi, ai që e beson ti për pejgamber? Po, thot që mbrëm nga këtu
ka shkuar në Mesjidul Aqsa në Jeruzalem dhe nga aty ka takuar Allahun dhe kur është kthyer, dysheku ka qenë akoma i ngrohtë. Si thotë Abu Bekri radiallahu anhu, ku merr të besojmë në atë mënyrë me njëri tjetrin? Nëse e ka thënë ai është e vërtetë. O Abu Bekr ka qenë në Mesjidul Aqsa, thotë ai. Nëse e ka thënë Muhamedi është e vërtetë. Sa prej nesh unë i pari, nëse ju them diçka, sa mund t'i dilni garant fjalës time që t'i thoni tjetrit, po e ka thënë Miftiu është e vërtetë. Nuk e lun topi. Apo unë për ju, të gjithë ne me njëri tjetrin. Ne kemi filluar të pyesim direkt të tretin, më tha filani kështu, a thua e vërtetë është? Pyesim ja 10 veta, kë njohim dhe kë s'njohim. Pse? Nuk na ka ngelur pik besimi me njëri tjetrin. E kemi humbur besimin nga sjelljet tona. Nga sjelljet tona e kemi humbur. Nga mënyra se si ne kemi marrëdhëniet me njëri tjetrin e kemi humbur. Do thoni ju, po asgjë të mirë nuk ka në mesin tonë. Elhamdulillah ka plot. Nuk i numrojmë dot. Por është një fenomen që na ka paralajmëruar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Na ka paralajmëruar për këtë. Siç e tham, shembulli më i bukur se kur vjen puna për të bërë muhabet në kafe, se në për kafe bëjmë muhabet më shumë, xhamiat i kemi lënë sa për të falë 2 rekat farze dhe edhe dhikrin në rrezik nuk e bëjmë në xhami se kemi frikë se na thën xhamia brenda. Selamu alaikum wa rahmatullah, selamu alaikum wa rahmatullah, pikat vrapit. Ku shkon Allah? Në kafe. 10 minuta në xhami, 2 orë me xhamatin në kafe. Edhe unë nuk jam më i mirë se ju. Më ka ra taksirati me fol para jush, por kjo është gjendja e gjithëve neve. Sa rrim në xhami dhe sa rrim në për kafe. Gjithë cili ja bën llogarin vetes tij, të shkojnë në punë. Është obligim. Por mos falësh 2 rekat sunet, nafile, e të dalësh me pretekstin që pejgamberi alayhis salam, ai shkreti ti, ta dish ti se kush ka qenë pejgamberi alayhis salam nuk del prej xhamisë. Ta dish ti kush ka qenë pejgamberi alayhis salatu wassalam në të vërtetë. E myll. Nuk flet. Se çdo fjalë që flet ke frikë se jo ke frikë, po është barë mbi kurrizin tënd. Prandaj ne duhet të jemi të sinqert me veten tonë, të sinqert me njerëzit që na rrethojnë, në mënyrë që ata të kuptojnë, të thonë që Islami filanin apo filanen e ka shndërruar në njeri besnik. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, do të vijë një kohë kur një person nuk do të interesohet se si e fiton pasurinë e tij, halal apo haram. Vëllezër dhe motra, në këtë aspekt mashtrohemi. Shpesh mashtrohemi. Kush është mashtrimi më i madh që ndodh? Në aspektin halal dhe haram, ne shpeshherë e marrim vetëm përmbajtjen e produktit. A ka halal apo haram brenda? Ky mish është mish deri apo mish i lejuar? Një produkt tjetër është i vjellur apo i bler? Nuk hym te kjo pjesë. Ne hym vetëm tek ajo, halal haram. Çfarë është halali? Halali bën bismillah vlla. Po, bën bismillah. Po nëse ke mashtruar me çmimin e tij, haram është. Nëse ka defekt produkti dhe ti nuk ja ki treguar defektin që ka, haram është. Me sa më kujtohet, mbreti i Malajzis është bërë musliman për shkak të një tregtari. Në një dyqan ku u shisnin pelhura, djali i tregtarit pret një klient. Ai kërkon një pelhurë e cila ishte e mbështetur tek muri dhe i thot, sa kushton? I thot, ajo është me defekt, më ka thënë babai mos e shes. Këmbul klienti, e dua. Nuk e shes, thot. Se është me defekt, do kthehet mbrapsht. Kjo fjalë
shkon në vesh të mbretit. E thret tregtarin dhe i thot, përderisa i the është me defekt, pse s'ja shite? Mund t'ja shisja, thot. Por kur të shkojnë të flasin me shokët e tij, ai nuk do thot tregtari më tha që ishte me defekt, por do thot më doli me defekt. Kush ta shiti? Ai muslimani. Sa e njohur është kjo, Kush ta shiti? Ai muslimani. Ku e more? Te ai me mjekër. Ku e more? Te ai që shkon në xhami. Sidomos kur nuk del produkti ashtu si duam ne, për 10 minuta përhapet fjala në tërë qytetin. Me mashtroj. Edhe nëse një gjysmëtar i ka thënë kjo ka këtë defekt, ka këtë defekt. Mos pranoni ta shisni vëllezër dhe motra. Mos pranoni ta shisni sepse manipulimi me fjalët e tij do të jenë shumë më të rrezikshme se sa ajo që keni marrë ju ajo para. Pra i thot, unë doja të siguroja veten time, besnikërinë time, ndjeshmërinë time që të mos ndodhte një gjë e tillë. Dhe thuhet që ai është bërë musliman vetëm për këtë sjellje që tregtari ka treguar. Shqiptarët janë njohur me islamin para se të vinë shteti i lartë Osman, nga tregtarët sirian. Ne sot në Delvin kemi sirian. Muftiu i Delvinës është një nga ata të cilët të parët e tij kanë ardhur. Si tregtar, para se të vinte pra me hov. Vëllezër dhe motra, tregtia është pasqyra e jonë e muslimanëve në jetën e përditshme tek njerëzit që nuk na njohin. Është shumë më rëndësishme se sa si sillet një hoxh në xhami apo jashtë xhamisë. Hoxhën ndoshta nuk e njohin të gjithë, se e njeh vetëm xhamati, se për fat të keq ne hoxhallarët sot nuk ja kemi vënë obligim vetes të dalim në lagje dhe t'ju japim selam të gjithëve, si je, a je mirë, si e kalon. Nuk ju flasim njerëzve ne. Pse? Se kemi filluar me atë mentalitetin, nëse nuk i jep selam nuk ka bereqet. Po si thënë një herë si a je mirë, të herën e dytë nuk i jep dot selam. Ke për të njëjtë gjithmonë tek ai hapi i parë. E kur ta mësojnë selamin ai s'ka për të dhënë ty selam, se do thotë ke kaq vite që kalon këtu përpara meje dhe një herë nuk më dhe selam. Mënyra se si sillemi ne është ajo që na tregon përjashta kush jemi ne. Vëllezër të nderuar, fshehja e qëllimshme e defekteve të një produktit është më e rëndë se sa përmbajtja e tij haram apo halal. Rritja e çmimeve. Në kohë jemi qytet bregdetar, në kohë plazhi, 2 fishimi apo 3 fishimi i qerave të shtëpive. Haram. Do dalë ndonjëherë prej ush do thotë çishta i fudull, le të thotë. Rritja e çmimeve në kohë të veçanta për shkak se ka kërkesë të madhe është ndaluar. Të fshehesh produktin për ta shitur në kohë krize është ndaluar. Të shesësh një produkt i cili është produkt importi të thuash që është vendas, është ndaluar, po mashtron. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: "Men ghashana falaysa minna." Kush na mashtron neve nuk është prej nesh. Nuk është prej nesh, çfarë do thot? Nuk është musliman. Mos t'i rrehet mendja askuj. Mos t'i rrehet mendja askuj. Se e mori produktin e huaj, është i huaj, thuaj është i huaj. Po do ta blej klienti, le ta blej. Po nuk do me blej, mos ta blej. Po ti nuk mund t'i thuash që ky është vend, produkti i vendit. Jo, është mashtrim. Merre këtë vlla, sa po ka ardhur? Ora 4 e masditës. Sa po ka ardhur? Kur të erdhe valla? Nëse ju ushqimorët ti furnizimin e perimeve e bën në 5 të mëngjesit. 4 të masditës kur të erdhe? Jo, sot ka ardhur. Thuaj ka ardhur sot. Jo sa po ka ardhur. Sepse pa e kuptuar ti asaj djersës tënde i ki përzier haramin. Djersës tënde i ki përzier haramin. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam,
Një musliman është vllai i një muslimanit. Nuk i lejohet t'i shes një send me defekt vllait të tij në besim pa treguar defektin e tij. Elhamdulillah, ne si ummet i Muhamedit alayhi salatu wassalam jemi një ummet me ndjeshmëri të lartë. Mundohemi të jemi të kujdesshëm në zgjedhjen e halalit dhe të larguarit nga harami, por duhet të jemi të kujdesshëm se si duhet ta zgjedhim këtë gjë. Prandaj Allahu i madhëruar thot, ata janë njerëz që nuk i pengon as tregtia e largët, as tregtia brenda në vend, pra në shitblerje, për të përmendur Allahun e madhëruar, për të qenë sinqert me njerëzit dhe me Allahun e madhëruar, për të falur namazin dhe për të dhënë zekatin. Ata i friksohen një ditë kur do të tronditen zemrat e tyre. Pra çdo hap që hedhim duhet të jemi të vetëdijshëm që për këtë do të japim llogari në ditën e gjykimit. Dhënia e zekatit, vëllezër dhe motra, nuk më pasuron mua. Pra, ai leku që mund të jepni ju te xhamia, te myftinia apo tek ai që pretendoni ju, mendoni se është më mirë ta jepni atje, po nuk e pasuron atë. Ju pastron juve. Doni ta pastroni pasurinë që keni, po jepni zekatin atyre që ju bie zekati. Nuk doni ta pastroni se keni frikë se ju paksohet. Jeni më të zgjuar se Zoti. Zot më fal. Bëjeni. Nuk ka problem për juve, se për mua ka problem, për tjetrin ka problem. Por zekati është obligim, siç është obligim edhe namazi, siç është obligim edhe agjërimi. Është obligim. Duhet të jemi të kujdesshëm edhe tek ajo. Pejgamberi alayhis salam thot, tregtari i ndershëm në ditën e gjykimit do të jetë bashkë me pejgamberët, me besnikët dhe me dëshmorët. Të kesh një mundësi në këtë jetë që edhe të fitosh riskun tënd, edhe të pasurohesh, pse jo, por dhe në ditën e gjykimit të dalesh bashkë me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Vetëm se ke qenë i sinqert. Allahu i madhëruar na bëth prej atyre të cilët janë të sinqert në fjalët e tyre, janë të sinqert në veprat e tyre, janë të sinqert me njerëzit dhe me Allahun e madhëruar. Pejgamberi alayhis salam thot, të gjithë njerëzit janë në humbje, përveç atyre të cilët kanë dituri, pra janë të ditur. Të gjithë të diturit janë në humbje, përveç atyre të cilët veprojnë me diturinë e tyre. Të gjithë ata të cilët veprojnë me diturinë e tyre janë të humbur, përveç se atyre që janë të sinqert. Pra duhet të kemi diturinë në lidhje me gjën që po bëjmë, veprën dhe sinqeritetin që të arrijmë të kënaqësia e Allahut të madhëruar. Allahu i madhëruar na fut emrin në listën e atyre që është i kënaqur ai me ta. Allahu i madhëruar na bëth prej atyre të cilët do t'ju dhurojnë xhenetin me mëshirën e tij, sepse me veprat tona nuk e marrim kurrë. Allahu i madhëruar në Gaza, në Palestinë, e pushoft luftën 1 minutë më parë, zullumçarit i dhënë hakun në këtë botë, se në botën tjetër është i sigurt që do t'ja japin. Allahu i madhëruar e bëft atë vend që të lulëzoj siç ka lulëzuar gjithmonë. E bëft që ata fëmijë të rriten të shkollohen e mos të tremen nga bombat natën e ditën. E bëft që të kenë për të ngrënë siç kanë për të ngrënë fëmijët tanë. Se vallahi billahi ne jemi shumë mosmirënjohës ndaj Zotit. Kur shohim fëmijët e vegjël që nuk kanë gjymtyrët e tyre sepse i kanë humbur nga bombat, dhe thonë elhamdulillah, fëmia jon na qanë me orë të tëra pse si ke ndërru telefonin, pse si ke dhënë telefonin, jemi shumë mosmirënjohës. Allahu na bëf prej atyre të cilët janë mirënjohës.